ti ishe një kontribus i reformës në drejtësi. Sot 10 vjet më pas, nga momenti kur u hartua, pas shumë diskutimesh, por edhe rezultatet që kemi deri tani, çfarë vlerësimi ke për cilësinë e reformës? I arriti qëllimit? Reforma dije që nga fillimi që nuk ishte një buton që da shtypje një ditë dhe patjetër të nesme do merrje produktin që pritej, është një proces i cili merr kohën e vet. Procesi i vettingut zgjati për disa vite, tani është në fazën e fundit të saj, por e themi pasojat të erdhën, rreth gjysma e gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët ishin problematik në sistem, sot nuk janë më në sistem. Reforma ishte krijimi i institucioneve të reja të drejtësisë, për shembull krijimi i KLG-s, i KLP-s, i Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, për krijuar një numër institucionesh të reja, që dhe kjo ishte pjesë e reformës dhe sot është aktive. Në elementi i reformës së drejtësisë ishte ajo që është më e rëndësishmja, ulja e korrupsionit të sistemit të drejtësisë, dhe kjo ishte ajo që prisnin qytetarët, që të paktën sipas percepcionit publik, të paktën nga sa unë e kam ndjekur, besoj që është shumë më mirë se sa ishte. Sigurisht nuk besoj se me një buton do të rregulloj, natyrisht që besoj që është më mirë. Por ajo që është një nga problemet dhe kjo pjesë është backlogu, pra le themi stoku i çështjeve. Dhe ajo është që sot i shqetëson shqiptarët dhe unë e kuptoj shumë mirë që kur vjen puna te reforma në fund qytetarët duan të shohin produktin. Dhe për ta produkti është sa më zgjat procesi gjyqësor, a marrun drejtësi para gjykatës. I shqetëson pak qytetarët shqiptarë, u krijuan 2 apo 3 institucione të reja, u shoshit gjithë sistemi apo jo, në fund qytetari do drejtësinë dhe në drejtim të kësaj ka shumë për të bërë, që do thotë reforma duhet të vazhdojë në kuptimin e nismave që çfarë bëjnë që ulin stoku në sistemin e drejtësisë, që e bëjnë më afër qytetarit drejtësinë. Kështu që patjetër unë jam prej atyre që mendoj që reforma në drejtësi duhet të vazhdojë, siç edhe kam shprehur disa herë në daljet publike, por edhe në media me shkrime, ku besoj që tani është momenti për të kryer reformat e radhës që lidhen me elemente të tjerë.